Kujdes nga tepria. Profeti alayhi salatu wassalam na paralajmëroi kundër nënshtrimit ton ndaj dëshirave kur tha: Frika ime më e madhe është tepria në lidhje me ngrënien dhe gjithashtu është dhe grypësia e tepruar në lidhje me stomakun dhe organet gjenitale, si dhe me prirjet që u largojnë nga udha e drejtë, transmeton Ahmedi. Prandaj, duhet të hamë në ato sasi që është përfituese për ne dhe na jep energjinë e duhur që të kryejmë veprat e adhurimit dhe bindjes ndaj Zotit. Ky koncept është theksuar në Kur'an, kur Allahu i Madhëruar thotë: Hani e pini dhe mos e teproni, se ai, Allahu, nuk i do ata që teprojnë. Sure El Araf, ajeti 31. Ramazani është një mundësi për ta rivlerësuar lidhjen e individit me ushqimin. Ai na mundëson të kuptojmë se çfarë mund të arrijmë pa ngrënë për disa orë dhe se trupat tanë janë të aftë të funksionojnë me një sasi mesatare ushqimi. Pra, në vend që të shqetësohemi për ushqimin që do hamë kur të perëndojë dielli, le të përqendrohemi në përsosjen e ibadetit, adhurimit, në mënyrë që të shijojmë kënaqësitë e shumta të xhenetit, pa na u dashur të shqetësohemi për shëndetin apo për shtimin në peshë.